Prej më shumë se 3 dekadash, rreth 1000 banor të lagjes Dobraçeri në Shkodër përballen me mungesën e infrastrukturës rrugore. Segmenti prej afro 3 kilometrash, i cili lidh zonën me aksin kryesor Shkodër-Kuplik, vijon të mbetet në gjendje të amortizuar, duke vështirësuar lëvizjen e përditshme të banorëve dhe drejtuesve të automjeteve. Banorët shprehen se ndër vite kanë paraqitur vazhdimisht kërkesa pranë institucioneve përkatëse, që kjo rrugë të përfshihet në projektin e investimeve publike, por deri tani nuk është ndërmarrë zgjidhje përfundimtare. Sipas tyre, ndërhyrja pjesë me të realizuara her pas here nuk kanë sjellë përmirësim të gjendjes. As ka mu kush dorë nda që shkohet në verë që ka pashtrua. Vesh se vinë me fatron, e garryen nga hera, tash shoqëria nga bajnë të kanale, një tash e mëllin, një tash e hapin, edhe kur sen të ka po kushto. Ja, i verë shirë mos e më keq, edhe dimit dhe mos da, vesh pjohun që s'lemen e urkun, dimit lash, përse të bëhet me i jesin makinat në për kadraqa, që mos e më keq një bëhë këto. Ja, 300 shpija. U bujë të në qamë për mlef një kërë rrugë, të në dalin një. Sa si rrugë kryesore, këse ata janë si rrugë njësore, si rrugë kryesore një jashtë. Edhe është dhe stadiumi atje që luajnë. Ashtë, si është rruga, asë gëmarit që e të nëjnë. Që me thonë, jena sa dorë, një 300 shpije e në kënejnë. Një këtë rrugë hasë. Që se këna shtirë më, mëllimet ajtë jetër me i dalin jetë, është kur dalin asfalt. Nuk, që me i ba? E ka shtetin dorë. Edhe pse rikonstruksioni i rrugës është premtuar disa herë ndër vite, banorët thonë se situata mbetet e pandryshuar dhe se çdo ditë detyron të lëvizin në kushte të vështira për të lidhur me rrugën kryesore Shkodër-Koplik.